Ju është unë për komunë dhe unë po vazhdim, kanë problem. Kanë problem. Do të jam briefing politik. Unë për shkollet kryetari ka Problemet vetë, do se hipi alsatin për gara. Po, por aty tash ataj se bën problem. Jo, ti po. Machete? A mund të machete? Këto kush janë në mes të grupeve të punuese që kanë në çështjen e programit, statutit dhe çështjes e tjera. Po të grupit Tash, një nga Lëvizja Besa është kryetari i komunës Zhelinës Berim Sidiu, nga Alternativa është Zekria Ibrahimi, nga LD-ja është Burim Latifi, nga Aleanca është ministri Azir Ali. Edhe nga vetëvendosja është Jusufi, drejtori, Jusuf Sot. Atje dhe unë e mbram janë takuar, kanë patur, fakt patëm një takim para prak bashkë kryetarët e partive dhe grupi punues dhe u dakorduam për principet e funksionimit të grupit punues, u dakorduam edhe për dinamikën e aktiviteteve. Informatat që janë mbram kanë pasur takimin e parë dhe do të vazhdojmë me punë dhe me përgatitje për kongresin e parë. Në lidhje me Gjuhën Shqipe, Komisioni i Venecës së duket nuk ka gjetur probleme në çështje juridike, por vetëm në zbatim të saj. Komenti juaj në lidhje me Shijoni që nga miratimi i ligjit që një problematik që duhet rregulluar me kushtetur është tentuar të rregullohet me ligj, është problem kompleks në vetvete, sepse kjo nënkupton që shumë ligje tjera të cilat zgjidhin problemet konkrete dhe ku do të implementohet ligji, siç është edhe rasti i fundit i provimit të jurisprudencës, nuk edhe pse me ligj është e paraparë, me ligjin për përdorimin e gjuhëve, por nuk implikojnë dhe nuk ka kushtimisht në sanksione nëse nuk të njëjtat nuk aplikohen. Dhe këtu vim tek situata e implementimit të ligjit në praktikë dhe problemet të cilat paraqiten. Pra është një problem që do të duhet një angazhim gjithëpërfshirës institucional për të gjetur zgjidhje në çdo fushë ku ligji për përdorimin e gjuhëve parasheh përdorimin e gjuhës shqipe, por ajo që dua të them shkurt që një problem i cili ka mundur të zgjidhet shumë thjesht me këtë ligj është komplikuar aq shumë sa që do duhet një punë shumë e madhe dhe një kohë pak më e gjatë që i njëjti në detaje të implementohet në praktikë. Kemi përduar një ligjë të ri për gjuhën, ku do ligjë të dhe deri në debatat e tanishme e keni pritur Komisionin e Komisionit kur do votohet si do jetë ai ligji. Pra është një çështje që do të duhet të ulemi për dinamikë dhe me partnerët e koalicionit të bisedojmë se si do të ecë largimi i 20%-shit, cilin kemi thënë që është për ne fyes që ajo që është do të thonë realitet në Maqedoni, që mbi 20% edhe me regjistrimin e fundit janë komuniteti i dytë të shumicës këtë rast shqiptarët dhe do të duhet që të ulemi me partnerët e koalicionit e të përcaktojmë dinamikën e këtyre ndryshimeve që ky ligj të reflektojë realitetin etnik. Ka pajtueshmëri, se ju thoni do përcaktojmë dinamikën. Fillimisht ka pajtueshmëri që të largohet në pozicion të fundit duhet.
Ajo që ka qenë, që në fillim me bisedimet për formimin e koalicionit nuk ka pasur kundërshtim që realiteti etnik të reflektohet edhe në këtë ligj. Kryetar, sot ka patur një letër të hapur të kryetarit italian të Drejtësisë, nuk e di a e keni lexuar, veç po e lexoj pasuesin e fundit që ka dhënë Gjon Shqipe. Gjykata kushtetuese të heq dorë nga të qenurit institucion parapolitik dhe instrumenti i agjendave destabilizuese duke rënuar vendin kushtetues dhe barazin në vend. Në fjala e fundit është se kush prek këtë parim, prek vetë themelin e shtetit. Pra është një tonë nga përsëris. Unë nuk do kisha dashur shumë të komentoj deklarata të këtë rast një kryetarit parti opozitare, sepse i njëjti ka pasur 20 vite që t'i zgjidh këto probleme cilat sot ne i ka lënë në trashëgimi, por ajo që mund të them që as ligji për gjuhët, as gjuha shqipe dhe as një drejtë siguruar e shqiptarëve dhe komuniteteve tjera në Maqedoni në asnjë mënyrë nuk do të cënohet dhe për këtë garanton kjo qeveri. Dhe a do të merren kjo qeveria ka plan që ta themin fojza të udhëzojë kryetarin e gjykatës kushtetuese i cili hapur është kundër. Gjykata kushtetuese është organ institucioni pavarur, të cilën po ashtu na e ka lënë trashëgimi qeveria paraprake. Ne do të punojmë që edhe kjo gjykatë të funksionojë në bazë të kushtetutës edhe të ligjit, nuk pajtohem me deklaratat e papjekura të kryetarit të gjykatës kushtetuese në disa raste, jo vetëm sa i përket gjuhës shqipe, por sigurisht që është përgjegjësi individuale e tij, kurse sa i përket përgjegjësisë institucionale, sigurisht që edhe kuvendi, edhe presidenti, edhe çdo institucion që ka përgjegjësi në propozimet që japin për anëtarët e gjykatës kushtetuese, do e kenë parasysh të ardhmen për propozimet të cilat i kanë. Dy pyetje. Pse ende nuk po miratohet ligji për përfaqësim të drejtave të vllazërave funksionarë për vazhdimisht të shtyra fatet, edhe e dyta, propozimi ligji për lojrat e fatit, i cili promovua shumë nga koalicioni i jet, është tërhequr nga procedura parlamentare dhe është kthyer përsëri në qeveri për rishqyrtim. Nuk e rishqyrtuam mjaftueshëm. Fillimisht ligjit për përfaqësim, ne edhe në këtë rast, si shumë raste tjera, po punojmë që të gjejmë zgjedhje të qëndrueshme, sepse përvoja me gjykatën kushtetuese dhe kontestimin e të njëjtave na bën që të jemi më të kujdesshëm. Sa i përket çështjes, është një problematik për të cilën ne do të duhet që edhe në të ardhmen të punojmë që përsëri, të kemi zgjidhje të cilat do të jenë të qëndrueshme, sepse edhe te ligji për lojrat e fatit, din që ka pasur disa iniciativa nga kuvendi, nga qeveria, nga partitë opozitare, distancat dhe ka pra në këtë rast disa vërejtje të cilat që mos shkohet me amandamente në kuvend, do duhet qeveria edhe një herë ti rishqyrtoj dhe të kemi një draft final i cili do të mund të kalojë në kuvend. Po propozimi ligji për përfaqësim të drejtë adekuat, do të mori qëndrim pozitive dhe nga Komisioni i Venedikut. Konform edhe sugjerimeve të Komisionit Venedikut, do të përpilohet drafti i ligjit dhe i njëjti do të çohet në procedurë. Do përpunohet përsëri. Jo, do të thonë aty konform vërejtjeve të atyre, sigurisht që do duhet që të përpunim, jo në çështje sepse në komisioni nuk ishte vërejtje substanciale, por në gjithë ato vërejtje sigurisht që do duhet edhe formati i ligjit të jetë konform sugjerimeve të komisionit. Tash unë nuk jam pjesë e qeverisë, këtë rast do duhet më konkretisht kryeministrit ose zëvendës kryeministrit të parë të drejtoheni, nuk kam përgjigje sepse nuk është çështje e qeverisë, por afatet konkrete.